Zoti pasi tregoi ç'janë ehli kitabët për t'i thirrur ata në besimin e vërtetë dhe në bindje, urdhëron e thotë: "Walau anna ahla al-kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im." Sikur ehli kitabët të kishin besuar dhe të ishin ruajtur prej fajesh, patjetër që do t'u ambulonim atyre fajet dhe do t'i fusnim në xhenete që janë plot me të mira. Shpjegime. Fahri Razi u thot se ky ajet i madhëruar tregon rrugët me të cilat fitohet lumturia e ahiretit. Ajo fitohet me 1. Me largimin e ndëshkimit dhe këtë e thekson fraza patjetër që do t'u ambulonim atyre fajet. 2. Me marrjen e shpërblimeve të punës dhe këtë e thekson fraza dhe do t'i fusnim në xhenete që janë plot me të mira. Besimi është një mjet i mjaftueshëm për faljen e fajeve në ahiret, por për të theksuar se besimi plot është ai besim që bashkohet me ruajtjen e njeriut prej fajesh, takuan, fjalën amanu e ka sjellë të puqur me fjalën wattaqau, do me thënë sikur ehli kitabët të kishin besuar plotësisht dhe të ishin ruajtur prej fajesh, patjetër që atyre do t'u ambulonim fajet. Zoti tregoi se sikur ehli kitabët të kishin besuar do të arrinin lumturinë në ahiret, për treguar se edhe sikur ata të vepronin sipas librave të Zotit do të arrinin edhe lumturinë e kësaj bote, urdhëron e thot: "Walau annahum aqamu at-taurata wal-injil wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun." Dhe sikur ata të zbatonin Tauratin, Injilin, Ungjillin dhe atë që u është zbritur atyre nga Zoti, patjetër do të hanin me mbushullin nga sipër e nga poshtë këmbëve të tyre, do të vinte ushqimi me bollok prej qiellit e prej tokës, ndër ata një grup njerëzish janë të matur, muatadil, të përkor, mesatar, jo të skajshëm, por shumica e tyre sa punë të këqija bëjnë. Shpjegime. Fahri Razi u thotë se zbatimi i dispozitave të Teuratit e të Ungjillit prej ehli kitabit është për përmbushjen prej tyre të gjitha marrëveshjeve dhe për veprimtarinë e tyre sipas kuptimit të librave të përmendur, duke i vërtetuar edhe ajetet që përshkruajnë vetit e pejgamberit ton e duke i besuar profecisë së tij kur ai u dërgua profet nga Zoti. Librat e tjerë të zbritur nga Zoti është për Kuranin ose për librat që u kanë zbritur pejgamberëve të tjerë. Ushqimi i tyre nga sipër e nga poshtë këmbëve të tyre është për begatinë e ushqimit të tyre. Njerëzit e matur është për njerëzit si Abdullah ibn Selami me shok dhe për mbretin e Habeshit me shok, të cilët i besuan Muhamedit dhe vepronin me maturi. Zoti tregoi se një pakicë njerëzish prej ehli kitabit janë të matur, mesatar në vepra dhe jo inatçinj, por shumica e tyre bëjnë punë të këqija, për të urdhëruar pejgamberin që t'u shpall atyre pa asnjë ndrojtje gjithçka që atij është zbritur nga ana e Zotit, urdhëron e thotë: "Ya ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min an-nasi inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin." O pejgamberi madhëruar, shpall çfarë të është zbritur ty nga ana e Zotit tënd. Nëse nuk e bën kështu, nuk e ke shpallur mesazhin e tij. Zoti të ruan ty prej njerëzish, sepse Zoti nuk e udhëzon, nuk i jep pushtet kombit qafir për të rrezikuar ty. Shpjegime. Fahri Razi u thot se me këtë ajet Zoti ka urdhëruar pejgamberin që të vazhdoj shpalljen e të gjitha ajeteve që i kanë zbritur atij dhe të mos i kushtoj rëndësi as shumësisë së qafirëve e as kërcënimeve që ata i bënin atij për vrasje, sepse Zoti do ta ruajë atë prej rrezikut. Kështu Zoti ja ka shtuar guximin pejgamberit në kryerjen e detyrës së shenjtë të profecisë. I madhi Enes thot se posa ka zbritur ajeti, pejgamberi u ka thënë Hudhaifes dhe Saadit që ishin duke e ruajtur, shkoni dhe mos më ruani më, sepse Zoti më dha si hariqin se tani e tutje, vetë ai do të më ruaj prej sherrit të njerëzve. Ajeti tregon se pejgamberi dhe pasi është vendosur në Medinë, nuk ka qenë plotësisht i sigurt prej atentateve të armiqve, por pas zbritjes së këtij ajeti është qetësuar krejtësisht. Zoti urdhëroi pejgamberin që t'i shpall të gjitha dispozitat e zbritura nga ana e Zotit, qofshin ato edhe në disfavor të qafirëve, për ta urdhëruar pejgamberin që t'i thotë ehli kitabit: "Udha që ndiqni ju nuk është e pranueshme te Zoti", thot: "Qul ya ahlal kitab lastum ala shay hatta tuqimu at-taurata wal-injil wama unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'ala al-qawmi al-kafirin." Thua ju ehli kitabit, o i dashurim, o ehli kitab,
ju nuk jeni në ndonjë gjë të vlefshme nga ana e fesë, derisa të mos kryeni dispozitat e Teuratit, të Injilit, Ungjillit dhe të atij libri që është zbritur nga ana e Zotit tuaj. Betohem në veten time se Kurani që të është zbritur ty nga Zoti yt, atyre ushton kapardisjen dhe kufrin, por ti mos u hidhëro pse kombit mohues i shtohet mohimi, sepse dëmi që vjen nga mosbesimi tyre nuk të takon ty. Shpjegime. Thënia në ajet ju nuk jeni në ndonjë gjë përmban shnderimin më të madh për ehli kitabët, sepse ajo do të thotë o jehudinj e të krishterë, ju nuk jeni në ndonjë fe të pranueshme te Zoti dhe nuk keni në dorë ndonjë gjë të drejtë e të vërtetë, derisa nuk kryeni dispozitat e Teuratit, të Injilit, Ungjillit dhe të Kuranit. Bejzaviu thotë se dispozitat e Teuratit, të Injilit, Ungjillit është për ato dispozita që flasin për profecinë e pejgamberit ton, sepse pas zbritjes së Kurani, dispozitat e librave të mëparshëm janë të abroguara, prandaj meqense atyre nuk u ka mbetur ndonjë vlerë, urdhri për t'i kryer ato nuk ka më ndonjë kuptim. Zoti i tregoi dispozitat e qafirëve për treguar edhe rrethanat e atyre që i besojnë së vërtetës, urdhëron e thot: Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ndër ata që janë jehudinj, adhurues të yjeve, saib dhe të krishterë, kushdo që beson në Zotin në ditën e fundit dhe bën punë të mira, nuk ka ndonjë frikë dhe nuk do të hidhërohet. Shpjegime. Ndër ata që e quajnë veten besimtar, mu'min, jehudinj, saib dhe të krishterë, kushdo që beson në Zotin ashtu siç duhet besuar, beson në ditën e fundit dhe bën punë të mira, për ata s'ka ndonjë frikë dhe ata nuk hidhërohen. Përsa u përket të tjerëve, ata s'ka ndonjë fe të vlefshme. Në këtë ajet, Zoti ka përmbledhur mjetet me të cilat njeriu arrin lumturinë e dëshiruar në dy gjërat: 1. Besimi në Zotin ashtu siç duhet besuar dhe në ahiretin; 2. Bërja e punëve të mira. Fahri Raziu thotë se Zoti pasi tregoi se ehli kitabët nuk kanë ndonjë fe të vlefshme, derisa të besojnë në të vërtetën, këtu e përgjithsoi këtë dispozit për gjithë njerëzit dhe tha se nuk ka virtyt për asnjë njeri derisa i të besojë në Zotin në ditën e fundit dhe të bëjë punë të mira. Pse? Sepse njeriu zotron dy fuqi, fuqinë mendore dhe fuqinë vepruese. Plotësimi i fuqisë mendore s'është gjë tjetër veç se dituria për të vërtetën dhe nuk bëhet ndryshe veç se me punë të mira. Dituria më e madhe është dituria për të madhin Zot. Plotësimi i kësaj diturie bëhet duke ditur se Zoti është i fuqishëm për ringjalljen e njerëzve në ditën e Kiametit. Punët më të virtytshme janë dy: 1. Nderimi i urdhrave të Zotit të madhëruar dhe 2. Mëshira për krijesat e tij. Pastaj Zoti në këtë ajet tha kushdo që do të shkojë në ahiret me atë besim dhe me ato punë e ka përcen dhe e kalon Kiametin pa frikë e pa mjerim.